Ajo që më bën përshtypje në komentet pasi unë flas për veriun e Dardanis, ndjej një alergji të thosha, një urrëtie ndaj Albin Kurtit. Të dashur komentues, nuk është problemi Albin Kurti. Edhe sikur Miloševiqi të ishte në pushtet dhe ta kishte bërë misionin Albin Kurtit, të duhet i thonim faleminderit. Juve, nëse nuk e doni veriun, mos shkoni të pini kafe. Nëse nuk e doni Albinin, mos e vononi. Po Shqipërinë, Dardanin, ju duhet ta doni. Realiteti është ky. E harruat Banjskën, e harruat gjakun e dëshmorëve, fëmijët e zhdukur, heronjt mbi 1700 Dardan të zhdukur, të vrarë, pa varë. Pa nuk i dalin e ëndër këta njerëz, ku shikoni bustet, ku shikoni mediat, familjarët e tyre. Si reflektoni? Pse Albini nuk është i partisë tuaj, edhe pse çliroi veriun dhe Kosova cep ka sovranitet, juve ju duket e tmerrshme? Përpara atë dheut keni partinë, atë cop vend pune që e humbët, duke i shërbyer partisë dhe liderëve që me harta në duar vajtën të shisnin Dardanin, ose pas kemi merituar lirin, pas ka bërë gabim NATO-ja, pas ka qenë e mirë Serbia për juve. Kjo është e tmerrshme. Kjo është e tmerrshme. Ky realitet ku do të bëhet referendum kombëtar, edhe në Shqipëri, edhe në Preshevë, Medveç Bujanovsk, edhe në Plavën Guci, edhe në Ilirit në Maqedoni, të gjithë shqiptarët, a duhet ta shesin veriun dhe të marrin tokën tonë përsëri, se do Serbia. E kush është Serbia? Armiku ynë i betuar. Do të bëjmë pazar përsëri me tokat tona? O pak kemi humbur në shqiptarët. Edhe këtë thesar të kombit që ka lulzuar Beogradin dhe Londrën me kontratën 100 vjeçare të minierës, përsëri ne duhet ta falim dhe mos ta mbajmë vetë. Kaq pazota biznesmenë shqiptarë që kanë miliarda dhe shëtisin me avione, kanë ndërtuar Moskën, e komplet botën shqiptarët nuk janë në gjendje ta menaxhojnë atë minier vet. Kaq e vështirë që ata. E tmerrshme. Ka përshtypjen se ne nuk e meritojmë lirinë dhe demokracinë.